paprekur dhe do të bëjmë të humbim më shumë kohë. Por diçka që e bën të rëndësishme këtë skuadër është se pjesa më e madhe e kandidatëve Euroatlantik janë emigrantë si unë, si Fatmiri, si shumë dhe të gjithë këtu sot ne jemi emigrantë. Unë e kam filluar migracionin në 92 në Athenë dhe se më kthyer më kur për të jetuar në Shqipëri jam rrugës që në 92 fal 2 liderëve që sot janë në pushtet. Edhe zoti Basha ka qenë emigrant në Holland, mos u gabosha, dhe është kthyer nga Hollanda me një diplomë. Ne kemi kryeministin e Shqipërisë që ishte emigrant në Francë. Edhe na sollën ministri i kulturës, një që kishte vjedh ikonat, siç e thot vetë zoti Nano. Me zhjitje e një që sollën në dojë papret dhe me hajdu ikonat, por e rrunin ministri i kulturës njeriu që kishte vjedh kulturën, por ka vjedh dhe fatin tonë nisemi. Për këtë arsye do votoni kandidatët Euroatlantik dhe ju keni njerëz më të nderuar sot dhe këtu, patriotëve, që një individ që meriton jetë parlament në Shqipëri. Votoni në numrin 4 dhe Basha do jetë kryeminist i ardhshëm dhe vetë që nga Shqipëria është koalicioni Euroatlantik. Ju falenderoj gjithëve dhe të realizohet. Falenderoj. Sigurisht që kemi nëse ke atëre këtu. Se kemi një kandidat të tjerë, por besoj që do ju vërojmë ndje, sepse shikoj që edhe sa proponin. Për të mbyllur, do ta mbyll një zoj nga Vlora, zoj e rreguar Kunestet, nga Gjaradeu, nga Vetë e Muhollës. Fatmir Gjoshi është vllai im nga shtat liqenet e Lurës, që për mua Lura është një Zvicër e vogël. Jam planuar të komunikoja me juve në telefona dhe ju falenderoj që dhe pse punonit, juve përgjigjeshit në telefonat, që sonte në këtë datë datën 23 do të ishit në këtë sallë dhe ja ku jeni. Ju falenderoj që është dhe ju kërkoj një nder juve dhe të gjithë patriotëve tanë në Shqipëri. Është një nder i madh që nga emigracioni të jetë kandidat zoti Fatmir Gjoshi, i cili mbaj i derën. Bravo! Dhe të më fali shumë për këtë që do përmend, dhe pse paralelisht ai ka luftuar për shëndetin e pajisës së të vetme